Grupi hetimor ka në duar 17 profile ADN-sh, të cilat janë gjetur në vendin ku ndodhi atentati me 4 të plagosur në Lundër. Gjetjet në vendin e ngjarjes janë dërguar në laboratorin mjekoligjor të policisë së shtetit, atje ku ADN do të krahasohen me databazën që kanë blut për të gjithë personat e proceduar. Kështu mund të jenë një hap më pranë zbulimit të autorëve që qelluan ndaj mjetit të Pelikani Security, brenda të cilit kishte edhe fëmijë. Nga 17 ADN-t e përfituara, 2 prej tyre janë profile të plota, çka rrit shpresat për hetuesit në zbulimin e identitetit të autorëve, ndërsa 2 të tjera u përkasin fëmijëve të plagosur nga të shtënat marmzjarri. Pranë vendit ku ndodhi atentati janë gjetur edhe pinca, mjete të tjera pune dhe një shall. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 17 prillit. Autorët dyshohet se kanë ndjekur mjetin tip G klas, ku po udhëtonin Aren Stafa, Kian Mullaj, Marko Bardhi dhe Dior Demiraj. Të katërt po ktheheshin nga festa e ditëlindjes së 11 vjeçarit që e festuan në pjesë të Durrësit. Autorët dyshohet se kanë kaluar përmes Vishnjës, Picallës, Saukut, Mjullës, liçenit të Farkës dhe rrugës Agallarëve. Nga aty kanë dalë në vendin ku dhe i kanë bërë prit automjetit. Pas plagosjes së 4 fisht, 2 atentatorët armatosur me 2 Kalashnikov dhe me motorin e përdorur për atentatin udhëtuan deri në fshatin Fikas Elbasan, ku braktisën motomjetin e më pas janë zhdukur.